Futbollisti kombëtares shqiptare Medon Berisha do të jetë i detyruar të nështrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale këtë të njëjtë pas dëmtimit të radhës që i ka mbyllur para kohë sezonin. Lojtari ka udhëtuar drejt Finlandës për këtë ndërhyrje kirurgjikale që do ta mbajë për një periudhë të gjatë kohë jashtë fushave të lojës, një situatë për të cilën ai e përshkroi veten si të shkatëruar në një postim në rrjetet sociale. Për fat të keq, një tjetër dëmtim më detyron të ndalem pikërisht tani, të them të mos jesh në fushë dhe të ndihmosh skuadrën në një fazë të rëndësishme të sezonit. Jam me të vërtetë i shkatëruar dhe e kam të vështirë të gjej fjalët për të përshkruar atë që ndjej. Më vjen keq që nuk mund të jem aty me shokët e mi për të luftuar për objektivat tanë. Do të jep gjithçka që të kthehem sa më shpejt që të jetë mundur. Shihemi së shpejti, shkruhet në postimin e Berishës. Mesfushori kombëtares shqiptare Medon Berisha ka kaluar nga ai që mund të ishte sezoni më i mirë në momentin më të vështirë të karrierës së tij deri tani. Futbollisti kombëtares, ndërsa pritej kthimin në fushë pas një dëmtimi të gjatë që pësoi në fundin e vitit të kaluar, ka pësuar një tjetër problem dhe tashmë do të jetë i detyruar të nënshtrohet operacionit duke mbyllur sezonin. Lecce njofton se lojtari Medon Berisha pësoi një dëmtim në muskulin e djathtë të femurit të pasëm gjatë seancës stërvitore individuale të së shtunës së kaluar. Sot lojtari ju nënshtrua një kontroll instrumental i cili zbuloi një koputje në tendinin e djathtë. Fatkeqësisht ky dëmtim ndodhi në një zonë të ndryshme nga ajo e prekur nga dëmtimi më parshëm dhe ndodhi gjatë një faze stërvitjeje të kujdesshme riatletike të ndërmarrë së fundmi pas testeve të fundit të kënaqshme instrumentale. Lojtari do të nështrohet një konsultimi të një specialist në Finland të mërkurën e ardhshme me profesor Lempainen për të vlerësuar mundësinë e ndërhyrjes kirurgjikale e cila do të kryhet e njëjtën. Sidoqoftë lojtari nuk ka gjasa të kthehet gjatë sezonit aktual, shkruhej në njoftimin e Lecces që dha lajmin e keq për futbollistin e kombëtares. Berisha e kishte nisur sezonin shumë mirë te Lecce duke u kthyer në protagonistin absolut të lojës së kësaj skuadre në Serie A me paraqitje mbreslënse dhe gola. Por dëmtimet e njëpasnjëshme kanë mbyllur para kohës sezonin e tij duke u kthyer në një pengesë për t'ia loshin në momentin kur dukej se ai mund të bënte hapin cilësor në karrierë.